Të lutem, makina ime ka kamera 360 gradë që më ke shitur para 3 vjetësh. Hajde ma vërteto pak, lutem. Ke kamera të tyre para politikë? Nuk janë, hajde shikoj çfarë problemi më kanë dhënë kamera që më kanë djegur paketën. Hajde shikoj dhe më nxirr dokumentin pak. Më kanë djegur paketën dhe unë mezi e kam ndezur dhe ti s'mjesh përgjigjur asnjë lloj shërbimi që unë kam kërkuar këtu ke ty. Unë kam bërë shërbimin ke ty dhe ti nuk je përgjigjur asnjë mesazhi. Kur ka qenë era fundit? Më thuaj ti. Jo, do ma nxjerrësh ti, ma nxjerr sistemin ti, hape sistemin ma nxjerr. Të lutem, hajde ma gjej pak ku janë kamera 360 gradë. Ma nxjerr dhe me financën, po. Edhe hajde rregulloj kamerat që nuk ndizën dhe më kanë djegur paketën. Urdhëro. Makina të shi. Urdhëro. Mos merr. Telefonin që ta tregoj tamam. Ke kamerën përpara. Kamerat janë të montuara, nuk është sistemi origjinal. Më jep vërtetimin që është sistemi origjinal i kamerës, që është i inkorporuar, nuk janë montuar në fabrikë. Më jep vërtetimin që janë të montuara në fabrikë. Këtë po kërkoj dhe për këtë kam ardhur, mbas 100 mesazheve që të kam nisur edhe ty, edhe i ndritit që po, i kam këtu mesazhet. Po. Ka kamera 360 gradë. Janë të montuara, është çar pasyra nga poshtë. Ma trego origjinalen, si e ka origjinalja, ma tregove këtë. Nuk e? Do ta tregoj unë si e ka i D6. Do ta tregoj unë, po. Të lutem, më nxirr pak dokumentin e fabrikës që kjo kamerë. Kemi çuke banka, kemi numër shasie, duhet ta çosh ke banka dhe ta nxjerrin ata. Aty është specifikuar ka kamerë 360 gradë që makina i ka. Ja ku je. Dua dokumentin nga fabrika që janë të montuara. Nuk ka lidhje. Patjetër, është makinë e blerë në fabrikë. Ku është blerë në rrugë? Fabrikë është blerë. Atëherë më nxirr dokumentin si koncesionar që je, që makina i ka të montuara në fabrikë këto kamera. Si fillim mirë, okay. Parkoj makinën atje dhe flasim. Patjetër, ja. Ç'është me studio.